Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës, thënë shkurt, është histori e suksesshme. Aeroporti është ndërtuar në vitet e 60-ta dhe kryesisht ishte përdorur si një bazë e forcave ajrore me qarkullim të kufizuar civil. I mbyllur për qarkullim civil gjatë konfliktit, u rihap si bazë ushtarake nën kontrollin e Kombeve të Bashkuara më 16 janar 2000 dhe që nga 30 qershori 2005 njihet me emrin Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. I ndodhur në zemër të Ballkanit dhe Evropës jugore dhe përparësia të qenit bazë e nisjes në mënyrë më të shpejtë për të arritur Turqinë dhe Evropën qendrore, e bëjnë aeroportin e Prishtinës një konkurrent të fuqishëm për secilin operator tjetër të aeroporteve në Evropën juglindore. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës me vite të tëra ka qenë në investime, dhe këto investime kanë bërë të mundur që vitin e kaluar Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës të merr certifikatën e parë ndërkombëtare, e cila certifikat fillimisht u dha nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Islandës e më vonë u pasua edhe nga vetë Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës. Është certifikata e cila vërteton që Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është në harmoni apo është në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare të kërkuara sipas organizatave relevante në botë dhe ky aeroport sot është më afër se kur më parë drejt apo do të jetë një kontribues i madh në proceset integruese për vetë Kosovën. Terminali është i ndarë në 5 sektor të ndryshëm. Pjesa e arritjes, pjesa e nisjes, pjesa VIP, hapësira e pranimit të udhëtarëve dhe hangari për ruajtjen e pajisjeve teknike. Sot, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ka një mesatare fluturimi prej mbi 20 aeroplanësh në ditë, ndërsa numri po shtohet në vazhdimsi. Vitin 2008, për të parën herë, numri prej 1 milion udhëtarëve ishte tejkaluar. Së bashku ishin 1.137.000 udhëtarë civil dhe përafërsisht 100.000 ushtarak. Rezultatet e arritura në vitin 2008, apo konkretisht për gjysmës së vitit 2008, deri më sot, ku jemi tani në përfundim të vitit 2009, tregojnë për një efektivitet të lartë në menaxhimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Gjithashtu, ristrukturimet e brendshme të cilat janë bërë dhe të cilat me vazhdimsi e sipër bëhen, sepse vetë aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është në një proces që çdo ditë ndryshon sepse lëvizet me një shpejtësi jashtëzakonisht të lartë, kanë bërë të mundur që të kemi një menaxhim sa më të mirë, sa më efikas dhe gjithmonë në shërbim të gjithë klientëve në një farë mënyre i lidh interesi i tyre qoftë financiar apo çfarë do lloj interesi tjetër me aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Gjatë vitit 2008, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës kishte një përmirësim të ndjeshëm të menaxhimit si në cilësinë e shërbimeve për udhëtarët dhe aviokompanitë, po ashtu edhe në rritjen e fitimeve. Neto fitimet e kompanisë ishin rreth 7 milion euro. Mendoj që dëshmia më e madhe për ofrimin e shërbimeve nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës të gjithë klientëve që kalojnë nëpërmjet këtij aeroportit është njëra prej aviokompanive me renome botërore, e cila është prezente këtu në aeroport dhe e cila ka një numër të konsiderueshëm të fluturimeve gjatë javës. Është vetë kompania British Airways, e cila i dha një mirënjohje vitin e kaluar aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës për ngritjen e nivelit dhe të cilësisë së shërbimeve ndaj të gjithë udhëtarëve që shkojnë nëpërmjet këtij aeroporti. Kështu që niveli i shërbimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës është më i mirë dhe sot është në nivelin në cilin nuk ka qenë më parë. Procedurat e pranimit bëhen shumë shpejt, duke u falenderuar personelit që janë të përgatitur mirë profesionalisht, po ashtu edhe pajisjeve bashkëkohore, të cilat i posedon aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Çdo udhëtar regjistrohet për më pak se 3 minuta. Shërbimi i veçantë i ndihmës ofrohet për fëmijët pa përcjellje, udhëtarët me lëvizje të kufizuara dhe personat që kërkojnë vëmendje të posaçme nga momenti i pranimit të tyre deri në hyrjen në aeroplan.
Menaxhmenti dhe punëtorët e kompanisë gjatë vitit 2008 arritën ta shkurtojnë kohën e procedimit të një aeroplani nga 1 orë e 8 minuta që ishte mesatarja e një viti më parë në 37 minuta. Nga Prishtina për vendet e tjera apo anasjelltas operojnë kompanitë më të njohura evropiane në linja të rregullta dhe charter. Mund të fluturoni me linja ajrore për në këto qytete: Tiranë, Budapest, Zyrich, Vjenë, Londër, Ljubljana, Zagreb, Gjenevë, Hamburg, Frankfurt, Berlin, Rom, Sofje dhe Stamboll. E ceka dhe më herët që standardet në këtë institucion janë në nivelin e duhur apo në nivelin e kërkuar sipas standardeve ndërkombëtare dhe normalisht këto standarde sot nuk do të kishin, po që të gjitha investimet që kanë filluar me vite më parë nuk do të realizoheshin apo konkretizoheshin vitin e kaluar edhe në këtë vit apo në vitin 2009. Ka shumë projekte, mirë po që mos t'ja filluar për të gjithave, do i përmeni vetëm disa prej tyre të cilat janë më kapitale dhe të cilat projekti kanë kushtuar më së shumti apo kanë pas një vlerë monetare jashtëzakonisht të lartë për aeroportin. Është projekti rishtërësimit të pistës dhe është projekti tjetër i ndriçimit të pistës, të cilat këto dy projekte së bashku kanë kushtuar këtij aeroporti diku në vlerën prej 20 milion eurosh. Dhe normalisht janë këto dy projekte që kanë ndikuar drejt për së drejti në ngritjen e cilësisë së shërbimeve dhe më konkretisht në përmbushjen e standardeve të kërkuara sipas Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil. Pavarësisht krizës financiare që ka mbërthyer gjithë globin dhe është reflektuar në mënyrë të drejtë për drejtë në industrinë e aviacionit, me ulje të numrit të fluturimeve dhe udhëtarëve, gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, kompania ka pasur rritje të numrit të udhëtarëve dhe fluturimeve. Në janar pati rritje të numrit të udhëtarëve për 6%, ndërsa gjatë muajit shkurt për 2%, për të vazhduar kështu gjatë gjithë muajve tjerë radhazi. Tani menaxhmenti i kompanisë si rezultat i angazhimit maksimal që nga fillimi i sezonit veror punon 24 orë. Ka mjaft aviokompani të cilat kanë treguar interes që të fluturojnë nga dhe për në Prishtinë gjatë orëve të vona të natës, qoftë për zhvendosjen e fluksit të udhëtarëve në këtë orë apo për shkak të kostës më të lirë të fluturimeve pas orës 22.